që Balluku ja mblodhi, ja ka bërë 8-2, e vetmja femër, e guximshme, e cila i vajti 7 orë në zyrë njërë dhe 3 orë njërë tjetër, dhe ka për të sipas dhëna video dhe prova për Ramën, sepse gjithë e dim që çdo gjë që ndodh në Shqipëri ka firmën e Ramës, Rama i ka kapur gjitha institucionet, i bën vetë gjitha me akshin, e mbolli Shqipërinë me drogë, e përdori Semir Tahirin, e futi në burg, e çoi madje edhe në shtëpinë e bardhë dhe hodhi në rrugë, po kështu ka përdorur edhe të tjerë, Lefter Kokën, sa për një pamje televizive që i mori dhe ish deputetin tjetër zoti Naço, e futi dhe këtë në burg, Beqan po kështu, donte edhe Ametën, si Kok Turku, po Ameta çfarë ka thënë Ameta, kanë dalë tani pavarësisht se janë bashkëfajtor, keq përdori Erion Veliejn me fjalë dhe atë e hodhi në rrugë, dhe tani po bën çfarë i thot Balluku se ja ka mbledhur, ja ka bërë 8-2, dhe Balluku i tha do heqë Spiropalin, tani ke një qeveri Balluku 4. Pra po ti shikosh ke kryeministër Ramën, zënës kryeministrin Balluku, një ministër Rama, një ministër Balluku, pra janë të dy bashkë, Rama Balluku drejtojnë qeverinë. Asaj lumt, doli e fort, i pas kanë ngjarë gjyshin e saj e ekzekutuan pa prova me fjalë në mënyrë të fshehtë në kohën e diktaturës, kurse kjo doli e fort dhe ja ka mbledhur, ja ka bërë 8-2 këtij palloshit gjatë 2 metra të Surrelit.